Po, përshëndetje me zë edhe me figurë, do ju thoja mirëmëngjes. Nuk e di pse sa herë hap vlogun, më vjen si mbar të them mirëmëngjes, po nuk jemi mirëmëngjes, tani jemi drek. Dhe unë jam bërë gati tani se do shkojmë, kam veshur këtë kostumin që kam marrë nga Temu që shumë i mirë, kam larë një 10 herë, edhe nuk është prish ende, edhe qelloj shumë i mirë. Ky edhe shumë praktik dhe i ngrohtë. Nëse, unë tani jam bërë gati, edhe po pres që të vi të sjell fëmijët. Unë do të marr Okin dhe do të ikim nga brisi sot për drek, do të jemi vetëm ne vajza atje për drek. Edhe unë sa po bëj drekën tani, nëse dëgjoni këtë zhurmën është e aspiratorit, sepse do e bëj drekën për burrat e shtëpisë, se ne vajzat e shtëpisë do shkojmë nga brisi për drek. Edhe na i ka bërë brisi andej. Edhe po pres Ivin, siç e thash, ndërkohë bëra një dush. Unë bëra dje në fakt, po nuk lava flokët. Edhe thash, hajt po bëj një dush tjetër sot, laj flokët. Edhe i lava flokët dhe i lash këtu kashurelat e mia natyrale. Për t'i lënë kështu dhe për t'i bërë kështu, mua më duhen vetëm 5 minuta kohë, por nuk e di pse unë e kam gjithmonë përmbar që ti thaj ashtu direkt siç janë dhe pastaj ti stiloj ditën tjetër. Por që kam vendosur, e kam thënë disa herë në fakt, por tani kam vendosur seriozisht që do t'i mbaj flokët kaçurela. Sepse mund mendoj se më shkojnë edhe Ivi ka shumë qejf kur i lë kështu, por kanë vetëm një të keqe që kur i kap normalisht ato ulen. Unë kam flokun shumë të bindur në fakt, por ato marrin formën direkt gjë që unë i bëj. Dhe në rast se unë i kap ato prishen e aty fillon pastaj që më ngrihen nervat mua që e kam më mirë ti shtri apo ti kre apo ti bëj këto ondet e mëdha. Gjithsesi, kështu duken shumë bukur. Thjesht duhet që gjithmonë sa herë dal nga dushi, në fund fare ta ul kokën poshtë edhe të lë ujin të rrjedh, pastaj ta thaj vetëm duke e sjell kështu përsipër, siç ja u kam treguar ju. I kam bërë dhe pak me shkum, unë shkumën në përgjithësi nuk e duroj dot tek floku, por e bëj sepse më rri më mirë, se kam u xhat but flokun kështu si vet flokun. Edhe po, tani bëra se gjëra gati që më duhet të marr me vete, sepse kemi dhe balet normalisht, nga aty do ikim të gjithë direkt në balet. Por sot nuk është se bëm ndonjë gjë interesante. E çova Oktavien tek kopshti pas një shekulli. Ata kishin shkuan tek shkolla që kanë aty afër, hëngrën mëngjes, edhe aty do rinin besoj disa orë. Edhe kisha si me dy mendje sot, po thash haj le të shkoj se e kishte me qejf nga që do merrnin kështu brodoze, e keni parasysh këto kupat e bukës që të fusin bukën. Edhe Oktavia ha mëngjes te kopshti sepse paguajmë atje për te kopshti, por nga që sot do merrte atë me vete dhe kishte entuziazëm dhe donte të shkonte, kështu që shkoi. Nëse. Edhe kështu, tani unë siç thash po bëhem me vrap gati që të vinë ata sa të Marokin dikim direkt të dyja. Edhe mos të humbasim kohë, se me zor po presnin në fakt. Donim të shkonim më herët, po nuk bëhej sepse unë doja të vija mikin një herë në gjumë vetë, se ndryshe do ta vëj Ivi, ai me Ivin ndonjëherë flen, ndonjëherë nuk fle, sepse do të luaj, edhe nuk doja që t'i bënim skip gjumit të drekës, se ta bënim kështu me rutinën që jemi mësuar gjithmonë. Edhe po, të t'ju marrë me vetë atit e brisi, nuk e din që ose do kemi kohë për të prek telefonin, se ne kur jemi bashkë fakt nuk gjejmë dot 2 minuta për të kap telefonin. Por edhe doja t'ju thënë edhe për këtë bojën që është shumë e mirë, se më kujtua tani e kam lar flokun, nuk e di sa herë e kam lar pasi e kam lyer, ndoshta 8, 9, 10 larje deri tani, edhe është ende shumë mirë. Normalisht nxjerr ende pak bojë kur e laj, por që unë hodha pak si shumë sasi. Por që duket shumë bukur. Kështu. Oh, këtu kishte më dritë. Nëse. Shikoj si po na presin aty. Erdhën të brisin. Ne na duket sikur kemi 7 vite pa u takuar, nuk as 3-4 ditë kemi. Oj luj. Erdhën të brisi, do me thënë shisin a pret brisi njerë me këto, që nuk e di sa të bukura i ka, nuk e di qas ka bërë këtu, s'po ja u tregoj. Ka bërë grosh. Jo, s'ka bërë grosh, motrën e groshit. Kjo është motrë e groshit Thjerza. Po qas na ka bërë, qësis na ka prit këtu. Nuk tregoj se po më pret kështu, i duket vetja keq. Okay. In diesem Teil möchte ich euch ein super spannendes Produkt vorstellen, das ich für meine Kinder gekauft habe.
Alle Kinder lieben es, am Tablet zu spielen, aber ich habe einen Weg gefunden, diese Zeit nicht nur unterhaltsam, sondern auch wirklich lehrreich zu machen. Ich wollte etwas finden, das meine Kinder nicht nur unterhält, sondern ihnen auch wirklich beim Lernen hilft. Und ich habe Edurino entdeckt. Edurino ist eine Lern-App für Kinder, die auch spielerischerweise Wissen vermittelt. Sicher, werbefrei und richtig spannend. Die Kinder wählen ihre Lieblingsfigur, zum Beispiel Niki, Mika oder Robin, und begeben sich auf spannende Lernabenteuer. Jede Figur steht für ein bestimmtes Thema. Logik, Kreativität, Natur und vieles mehr. Was mir besonders gefällt, Lernen passiert ganz nebenbei. Meine Kinder trainieren Konzentration, logisches Denken und Selbstständigkeit und haben dabei richtig viel Spaß. Als Mama finde ich wichtig, dass Edurino werbefrei ist und kindgerecht gestaltet wurde. So kann ich sicher sein, dass meine Kinder in einer geschützten Umgebung lernen. Am Ende habe ich natürlich auch einen Rabattcode für euch. Mit meinem Code ClaudiaBW spart ihr 22% auf das komplette Edurino-Sortiment. Viel Spaß beim Ausprobieren! Tani për të gjithë ju që e dëgjuat reklamën në gjermanisht, se nuk doja t'i bëja titra poshtë, po ja u shpjegoj edhe një herë për çfarë bëhet fjalë. Dhe e di, thash t'i bëja një herë titrat edhe mos ja u shpjegoja, po thash më mirë po shpjegoj në shqip sepse është më lehtë për të kuptuar për ata që jetojnë në Gjermani, sepse ky është për ju që jetoni në Gjermani, por që nuk e kuptojnë ndoshta të mirë. Tani, këtu kam këtë çantën e bukur të një epi, le të themi, që mund të shkarkoni në tablet apo telefon, që është për fëmijët dhe nuk është thjesht për lojra. Këtu futen gjithë karakteret, ne kemi disa. Ky këtu është lapsi që do të luajnë fëmijët, mund ta bëjnë edhe me dorë, me gishtë, domethënë nuk ka problem, por që ky është shumë okay dhe është ergonomik, është super fare. Dhe këto janë personazhet që do të vendosen për shembull tek tableti, atje ku të thotë ajo vendose, dhe do të hapet një lojë për fëmijët. Kur hapet loja, fëmijët mund të luajnë shumë gjëra. Ti për shembull mund të mësojnë anglisht nëpërmjet kësaj lojës që bëhet aty, mund të mësojnë të shkruajnë, të lexojnë numrat e tjerë, lojra logjike aty, dhe janë shumë të bukura dhe janë në gjermanisht për gjithë ju për shembull që doni të mësoni fëmijëve gjermanisht, edhe nuk keni dhe aq shumë kohë për të kaluar me ata dhe ata kalojnë kohë në tablet, le të jemi realist për këtë, të paktën ta kalojnë siç duhet me këtë lojën, mund ta quaj lojë kështu, por është lojë që shërben për të mësuar. Kështu që po, keni kodin tim aty ClaudiaBV22 dhe përfitoni 22% zbritje për të gjithë sortimentet, për të gjitha llojet e produkteve që ka atje. Unë kam marrë këtë starting set ku ka disa nga personazhet, jo të gjithë, ka lapsin edhe po. Ju duhet thjesht një tablet ose telefon, dhe nga telefoni mund të luani sepse vlen për të dyja. Ne e përdorim dhe nga telefoni dhe nga tableti. Ky është bërë realisht loja e preferuar e fëmijëve, të paktën atë kohë që e kalojnë në tablet ose në telefon ta kalojnë siç duhet, duke mësuar shumë gjëra të reja dhe mbi të gjitha të trajnojnë shumë mirë gjermanishten. Kështu që ja u super sugjeroj këtë. Calvin për shembull, se mund të luash edhe pa këto figurat, por Calvin i adhuron këto figurat, i vendos aty. Janë për çdo moshë, nga mosha 4 deri në 12, mos gaboj, se s'po më kujtohet mirë, por do t'ja u lë këtu gjithsesi. Edhe është realisht shumë argëtues. Pastaj keni këtu çantën për t'i futur gjitha gjërat që të mos ju humbasin. Janë produkte për të mësuar, po shumë të mira. Kështu që për të kaluar fëmijët kohën e lirë në mënyrën më efektive të mundshme, duke mësuar, domethënë, ky është fantastik fare. Edhe aplikacionin e shkarkoni sigurisht pa pagesë, edhe nuk ju dalin reklama, siç e thash unë më herët, domethënë nuk ju dalin reklama dhe është shumë i sigurt për fëmijët dhe po shihja një herë kur mësonte Calvin, po vendoste njëri nga këta që është për anglisht, më duket se ky pinguini, nuk jam shumë e sigurt. Edhe i tregonte shumë bukur ato situatat, në mënyrë që fëmijët të mësonin nga situata dhe ta shtypnin atë që thoshte ai, dhe duke dëgjuar sa më shumë duke dëgjuar, aq më shumë edhe ata e rrahin veshin për shembull në këtë rast me anglishten, sepse siç thash ky ishte për të mësuar anglishten. Ose për të mësuar gjermanisht, kemi këtu
nuk e di ku e kanë çuar. E kam këtu brenda. Ky Miki më duket ka ky ose Niki, një nga këta. Edhe ky të mëson fjalë, si të shkruash etj. Domethënë është shumë argëtues për fëmijët, edhe normalisht mëson, mbi të gjitha mëson, se për të argëtuar kanë mënyra ata sa duash, por që dhe mëson duke u argëtuar. Faleminderit shumë për vëmendjen që i kushtuat kësaj pjesës dhe vëmendjen që i kushtuat pjesës më parë. Po ju lë në vazhdim të vlogut. A vash? Nuk më. Erdhëm në shtëpinë mëra dora këtu. U kënaqëm shumë edhe dikur është e bukur që nuk shkuam fare në balet. Ishim aq rahat atje tek brisi. Vajzat i pyetëm hajde të ikim, ato nuk donin. Edhe ne nuk bëm fare tysh llafin. Edhe qëndruam atje tek brisi edhe u kënaqëm shumë. Bëm komplet ato orarin e baletit. Edhe gocat u kënaqëm me njëra tjetër kur ndan po qanin, vazhdonin ziheshin për pultin her pas here ose për rrobat. Në fakt televizor nuk pa në fund fare 5 minuta, po për rrobat, jo vishe ti këtë, çuan ti përpara. Edhe po shihem një mesazh më erdhi aty. Edhe u kënaqem shumë fare, siç po thoja, edhe vajzat dhe ne unë me Solea, njëherë Solea është një dashuri fëmijë, nuk e di si e ka bërë brisi atë, po ajo është një ëmbëlsirë fëmijë, vetëm të buzëqesh, nuk qanë, është aq e mirë, të pak me mua një rri shumë mirë. Po ja u tregoj këtë unë se shkuam te Aldine. Pasi përfunduam aty, domethënë pasi mbaruam me shumë keqardhje, duhet të ktheheshim në shtëpi. Edhe pastaj shkuam të blenim disa gjëra tek Aldi. Plani ishte që të bleja tek ai Aleko që bleva herën e kaluar, por ne nuk shkuam atje, kështu që nuk do blenim atje. Dhe doja të shkoja te Edeka, po do të vënohesha shumë se Edeka është pak më larg, thash hajde më po shkoj te Aldi këtu afër shtëpisë. Edhe morja dy gjëra tek Aldi, bazike jetësore, nuk është se na duhet ndonjë gjë kështu wow. Dhe gjeta edhe këtë e kisha parë brisi që po lante atë sobën. Dhe thash, perfekt, më duhet mua kjo. Për çdo lloj gjëje, ishte tek Aldi, tek ai seksioni atje i gjërave që janë nga 1 euro, më duket. Edhe atje i gjeta këto, vetëm një e fundit ishte mora unë, po që heq mirë gryen. Unë kam disa nga këto që i kam marrë tek Temu, më duket po janë pak të mprehta, edhe nuk i dua aq të mprehta, dhe kjo është pak më jo aq shumë e mprehtë, domethënë. Edhe pastronte mirë. E gjeta te Aldi, nëse e gjeni këtë keni mirë për të ngryer. Kështu. Unë tani do bëj punët, se kam shumë punë për të bërë, edhe do ikim, do bëj këto punët si thash, kam dhe latriçe për nxjerr, një tjetër për vendosur, një tjetër për të fut tharse, nuk kanë fund domethënë, po nejse. Dhe pastaj do ulem qetësohem pak. Nesër pastaj vazhdon java me gjërat e veta, po është e martë, është okay. Deri diku e mërkura është dita jonë që nuk kemi shumë gjë për të bërë, pastaj e njëjtë kemi shkollë, punë, premte, shkollë, punë. Kështu. Für Arbeitgeber, wenn sie neue Kuriere beschäftigen. Das gilt für Was machst du? Kanë ngelur xhamat pa larë se nuk kam forte kaz, edhe ose larë xhamash, detergjent për xhamat. O jetë. Ka kame. Nuk kam ma jetë. Kam gumi. Nuk kam ka gumi. Edhe më kanë ngelur pa larë xhamat, domethënë duken shumë keq se kam këtu tek këto mbulesat. Tu kemi mbulesat që pëlqejnë shumë fare. Dhe roboti që po pastrohen, o jetë. We began. No, we started. I'll tell you all about it when I see you. Sa bukur. Përshëndetje nga kjo pjesë e videos, ku do t'ju tregoj disa gjëra shumë të bukura
këpuc. Ja u kam treguar edhe një herë këtë firmën dhe nëse unë i rikthehem 2 herë apo 3 herë apo më shumë herë një firmë do të thotë që është me të vërtet shumë e mirë, sepse në të kundërt pastaj nuk do të rria këtu t'ja u tregoja. Bëhet fjalë për këtë firmën këtu, Fitville, nuk duket shumë qartë kjo pjesa këtu, por këtu e keni më mirë Fitville, që është një markë këpucësh që ka kryesisht këpucët ortopedike dhe janë mund të them realisht shumë të mira. Ne vetëm ato po përdorim, të paktën Ivi në punë, sepse unë kombinoj edhe veshjet, kështu që është ndonjëherë më duhet të përdor edhe të tjera, por janë realisht shumë të mira. Kësaj radhe kemi marrë këto këtu për Ivin, po ja u tregoj pak nga afër që ti shihni, për gjithë personat që rinë shumë orë në këmbë, që kanë këmbën problematike në thonjza, nëse mund ta themi ose mund ta quajmë kështu, që nuk e di idhëm themra e këmbës apo gishtat apo pjesa atje e thojit etj. Këto këpucët janë super mega të mira. Kësaj radhe Ivi ka marrë këto që t'jem pak kështu me qafë për pjesën e dimrit, me qenë se dimri po na vjen tani, janë shumë të bukura, më pëlqejnë shumë se si janë, dhe si kanë bërë kaq bukur, edhe materiali dhe të gjitha, dhe që këtë ja u garantoj unë, se nëse ka një person që vuan për këpucët është Ivi, duke qenë se ka dhe këmbën 48, është edhe goxha e madhe, me thënë drejtën, kështu që është e aprovuar le të themi nga një person që ka gjithmonë probleme me këpucët apo me qëndrimin në këmbë, duke qenë se Ivi punon në spital, ju e dini, dhe ato përdor tek puna, kështu që po. Këto janë këpucët e Ivit, po ju tregoj dhe të mia se janë shumë të bukura. Shihni këtu kam të vjetrat, do me thënë ato që kam bler më herët nga Fitville, që janë shumë të mira, do me thënë kur vesh këto në këmbë, nuk ndjen fare se ke vesh këpucë, mendon sikur je kështu zbathur, unë i ruaj edhe i mbaj, edhe kur jap makinës janë realisht shumë të rehatshme. Këtu pastaj te kjo kutia kemi të mia që nuk i kam veshur ende që të ecë në rrugë, normalisht i kam provuar, por si kam veshur ende që ti vesh të dal. Por që shihni sa të bukura që janë, do me thënë nuk janë thjesht ortopedike dhe nuk të vrasin fare dhe nuk rëndojnë fare dhe janë ekstra të bëra për personat që qëndrojnë shumë në këmbë, për personat që bëjnë vrap edhe të gjitha këto gjërat e mira dhe të bukura, por që unë ja u super sugjeroj. Shihni sa të bukura janë këto të mijat, pëlqejnë shumë, edhe kjo ngritja këtu është shumë e bukur, modeli e gjitha, mund të zgjidhni si të doni ju. Normalisht këto nuk janë si atletet e tjera që mund të jenë kur diun me ngjyra, me gjëra të tjera, sepse këto kanë në parim ose gjëja më kryesore që këta duan të bëjnë është jenë funksionale, pra mos keni zero probleme kur ecni. Ja pak këto, kështu që ta shihni dhe ju. Kështu duken dhe brenda. Edhe do t'ju lë të gjitha në përshkrim këtu janë realisht shumë të mira. Nuk është se ja u them kështu që okej, si çdo, sepse ne në fund të fundit bëjmë këto reklamet dhe ja u tregojmë ju, por janë realisht shumë të mira. Ne i veshim çdo ditë. Nuk i kam ato të tjera të Ivit, ja u tregoj sepse siç thash ai mban në punë ato non stop, edhe janë të vetmet këpucë që ai është aq shumë i kënaqur. Kështu që prandaj morëm dhe të tjera për Ivin edhe për mua. Unë këto tani do t'i veshja gjithkohë, janë shumë të bukura. Unë kam një kod edhe për ju që keni bler herë tjetër tek Fitville, kam një kod KM28 dhe merrni 28% ulje në çdo blerje që bëni atje, ndërsa për ju që nuk keni bler asnjëherë, ndoshta është momenti që ta provoni sepse keni 30% ulje me kodin KM30 dhe nuk e di, domethënë nuk ka më mirë. Çmimi është i arsyeshëm, do të thoja unë, për gjithë cilësinë që kanë edhe për gjithë funksionin që kanë si këpucë, sepse janë realisht shumë të mira, siç ju thash. Ju ka ngelur veç se ti provoni, mos harroni 2 kodet që unë ju thash. Nëse nuk keni bler asnjëherë, është momenti sepse me kodin KM30 e kuptoni vetë sa shumë ulje përfitoni, 30% nuk janë pak. Faleminderit shumë që i kushtuat vëmendje kësaj pjesës, dhe ju lë në vazhdim të vlogut. Jemi disa ditë më vonë, më shihni me këtë, por është larë, është tharë, të vesh prapë. Nice. Nuk kam xhiruar në fakt këto 1-2 ditë, sepse kam qenë goxha e ngarkuar, edhe nuk kam patur fare mundësi, domethënë të xhiroja, marr me editime me budalliqe e gjëra kështu. E nejse, ne na erdhën ato gjërat e ditëlindjes së mikit, më duket që thash në videon e kaluar unë ju pak, më duket se po, nuk e di, nejse, kam një kafe këtu dhe ja u tregoj tani direkt. Në fakt që flasim, jemi 1 muaj për ditëlindjen e mikit, por unë i bëj gjërat në avans sepse nuk dua që të ngelem në moment të fundit. Dua që ta shijoj ditëlindjen, momentin, gjitha.
edhe kështu që i bëj para kohe. Por ka marrë gjërat e dekorit, pak kështu do t'ju tregoj si në ajër, sepse dua që normalisht i shihni atë ditë. Janë të gjitha me tematikën që ju thash të futbollit, sepse Miki e pëlqen shumë këtu. Edhe kështu tortën do ta bëj tek Ela, ta vajza shqiptare që ju kam thënë ju në Instagramin këtu që ta shihni. Edhe sidomos ju vajzat e Bremenit ose këtu kudo Feren, Achim, kështu gjërash, Ojten, e keni afër, nuk është shumë larg. Këtë kam marrë për tek torta, me shumë siguri janë gjëra tjera që do vendosen atje, por ta kem. Pastaj, këto gjërat e bukura që do t'i vendos në tavolinë në momentin e tortës. Dhe këtu pastaj kemi një kështu që është me Champion, që është ajo kupa, të lumbatë gjëra që të cilat kam menduar që t'i fryj me helium, por do blej atë gjë. Kjo pastaj këto janë lëpirëse që do të futen tek pakot që do të përgatis për fëmijët. Dhe kem qirin kështu me topa, nuk e di do t'i bëj këto dy përdor apo jo, apo do t'i çoj tek apo do t'i bëj makinsa. Dhe këtu kam këto që kemi bërë pak prova këto ditë edhe qirin janë. Dhe këta dhe kemi dhe numrin 2. Pak ishte, numri 2, nëse është këtu. Edhe këto gjërat e kemi kështu me topa, me gjërat bukura. Nuk e di, do më duhet shumë si ajo bombula kështu me helium, por duhet ta blej. I kam blerë dhe këtë bluzën Miki që lexon Birthday Boy Goal I'm 2. Edhe është më bukur kjo. Duket kështu si veshur këtu, ju kërkoj ndjes nëse se nuk e di pse. Por po, është kjo këtë shumë e bukur, edhe ta ketë kujtim, do t'i bëj një 2 foto të bukura me këtë dhe i kam porositur dorat një top të personalizuar me emrin e vet. Ai s'ka ardhur ende, por tani në torë 2. Tashi, siç ju thash për ato lëpirëset, këtu kam shumë gjëra që i kam për fëmijët. Që do t'i fus brenda te kjo çanta, nga një lap secili, nga një gomë, nga këto lojrat kështu, nga këto buzulykët që vendosen me përplasje apo goditje, si quhet ndryshe. Kështu edhe këto lëpirëset, nga një lëpirëse me top. Pastaj këto janë qese të tjera që nuk është se më duheshin, po ishin brenda tek një që mora. Pastaj kemi këtu shumë gjëra të tjera që do i fusim brenda tek dhuratat, tek qese dhurata për fëmijët që do të jenë. Në fakt nuk është se kemi shumë fëmijë këtu, por do t'ja dërgoj, do vi babi me mamin tim, kanë shfaqur dëshirën të vinë ditëlindjen e Mikit, edhe do t'i fusim atje dhe do t'i bëj dhe përmbesat e për Mikin, kështu. Ku pastaj kemi këto që janë, si qihni këtu, kapelet e vogla, që do t'ja vendos arushave me shumë siguri, që të presin Mikin të dal nga dhoma. Edhe ka shumë gjëra të tjera, nuk e di se ku i kam hapur. Në fakt janë fundës dyqese këtu, po janë disa që i fshe nga fëmijët. Këto janë të pjesës së dekorit, pra që do të vendosen të lumbacet në këtë mënyrë kështu, nuk e di sa qarë duken. Por gjithsesi, nuk e di nëse kur dal një video tjetër unë do të kem provuar këto, por janë okay, Halli im është vetëm te këto të heliumit, të bombulat e heliumit, sepse shumë njerëz thonë që okay, thot për zëm 30 lumbaca, por fryjnë vetëm 15 dhe ky është halli im. Të marr 2, të marr 1 apo të marr ta kem rezerve si di. Gjithsesi, këtu pa të bo. Nëse këto janë gjëra që erdhën, do t'i sistemoj në një karton të madh, gjitha që të mos më humbasi, se siç thash dua t'i organizoj para kohe. Ndërkohë këtu kanë ardhur gjithë ato pako, se Ivi luan tani futboll të shtunave zakonisht me Xhikun. Xhikun e dini ju që më ndiqni edhe që na njihni është bashkëshorti i Brisit. Edhe Ivi aq seriozisht e ka marrë sa ka porosit taka për futboll, taka futbolli quhen këto. Kostume kështu për të luajtur, Ivi është interist, i thash pse ke porosit me Interin? Bënim shaka. Por që ka marrë këto nuk i kam parë ende, ka marrë disa edhe kostume të tjera kështu sportive, njëjse. Unë tani sa bëra një pul, po bëj dhe pak pure patatesh edhe me fëmijët. Ndërkohë sot kam webinar, domethënë kam sim online nga shtëpia. Edhe kështu. Gjithsesi do t'ju tregoj gjërat e tjera që do të vinë në vazhdim për ditëlindjen e Mikit. Kemi vendosur donin të shkonim edhe një herë atje në Holland, ku kemi bërë ditëlindjen e Mikit, e Oktavjes, më falni. Por vendosëm që jo, okay, përjetuam ishte super eksperiencë e bukur, por pastaj e vendosëm jo, sepse jo vetëm për faktin që e bëm një herë, por për faktin që unë kam provim ditën tjetër direkt pas ditëlindjes së Mikit, dhe ditëlindjen e Mikit unë kam përgatitje provimi, që do të jem pas ditën në webinar dhe ditën tjetër jam te shkolla që kam provim. Kështu që po, si kemi çfarë të bëjmë. Me thënë, plani ishte të organizonim diçka të bukur, duke qenë se po vinte familja, mami dhe babi. Edhe se familje i quhet gjithun, kështu motra, vllai e gjithë. Kështu që po. Gjithsesi do ham një drek tek një restorant i mirë,
i mirë, domethënë. Edhe nuk do bëjmë ndonjë gjë tjetër. Wow, mendoj paradite ta festojmë me pjesën e shoqërisë, po nuk e di çfarë do bëjmë, tu pa tu bo. Edhe deri atëherë kemi kohë, kemi edhe një muaj që të mendojmë plane kështu gjërash. Gjithsesi po ikim. Edhe nëse ka gjëra tjera për t'ju treguar, do t'ju tregoj në vazhdim shumë gjëra. Dicksten Fehler heute war, wir haben einen neuen Stromrechner bekommen, so einen Smart-Zähler. Mirëmëngjes nga një tjetër ditë. Für den FC St. Pauli, Leandro Barreiro. Lajmet që dëgjoj unë gjyshja. Unë erdha mora disa gjëra tani te Aldi, se çova Kalvin në shkollë dhe tani po iki me vrap në shtëpi që të çoj këto kalamiçave dhe Ivit, se unë sot jam në punë. Kështu. Jam në punë sot edhe do punoj normalisht, si normalisht, nuk është se do bëj në gjë ekstra, do të në një orar ekstra, dje nuk isha në punë, sepse ditën e djeshme, do më thonë dhe zvëndsojmë një ditë tjetër të javës që vjen, sepse Ivi nuk e merrte do dje pushime dhe unë, si që ju e dini tashmë, mund t'i zvëndsoj. Edhe kështu, erdha mora disa gjëra, budalliqe këtu, budalliqe e quajmë këto në patatina, to pa krip, po për fëmijë, po që të budalliqet. Të budalliqet tyne dhe. Sot i madh nuk e di. Sot po mbien tëra gjërat. Të gjitha gjërat. Mora sigur do ikin luftën, po nejse. Do thënë sigur ata do ikin luftë, po nejse. Edhe vazhdojmë ende të bëjmë ato parapërgatitjet për provim të shkolla, se dje kisha webinar nga shtëpia, siç e pat një sekuencë, një mini sekuencë. Edhe është duke shkuar çdo gjë mirë. Sa më shumë kalon koha, aq më e kuptueshme bëhet dhe shkolla, aq më të kuptueshme bëhen edhe mësimet, edhe detyrat që na japin, se normalisht në fillim janë pak kështu abstrakte, edhe i shkruan në mënyrë, më thënë, nuk është se fut shumë logjikën aty brenda, se më shumë mundohesh të shkruash si fjalë për fjalë, ose ato që kupton ti të paktën, por tani është më ndryshe. Edhe jam shumë e lumtur fakt për këtë, sepse normalisht sa më shumë të kuptosh ai është dhe qëllimi, por që tani është goxha mirë. Le të themi është goxha mirë dhe jam shumë mirë. Kështu, nejse. Të iki ju kam lëngtuar për poshtë timoni, domethënë. Po shkoj të çoj këto edhe pastaj direkt në punë që mos bëhem vonë. Sot lexova te grupi atje që kemi tek puna që nuk ishte shumë personel. Wow! Gjithma ishin smur, kështu që besoj do jetë një ditë e lodhshme sot. Po çfarë të bëjmë? Nejse. Mua më bëhet halal, domethënë e kam halal se një herë në javë ose 2 herë në javë që shkoj unë, domethënë 2 herë në javë që shkoj unë është okay. Nuk qahem unë shkreti. Ata kanë drejt qahen shkretët, se 5 ditë atje nuk është pak, ndërsa unë 2 ditë jam, kështu që jam më chill, jam më qetë, i marr më me sportivitet gjithë. Prova punën, erdhe në një qendër tregtare tani që po më pret grupi im i preferuar. Edhe do marr këto gjëra tani sa parkova, këtu do marr gjërat dhe do iki. Sot mendoj të blej një parfum të ri, nuk e di, po do shohim nëse do kemi kohë të dalim në qendra tregtare. Domethënë te qendra tregtare do shkojmë por në përgjithësiane. Nëse kuptuat ju. Po i fundit që kisha unë ishte ky. Doja të merja këtë që kam patur, por si përfundim do të marr këtë. Kërcemi Sa i mirë që është. Normal. Edhe një. Kërcemi ki. Shemra ju. Soja. Tam pas 500 vjetësh në shtëpi, ishte shumë trafik edhe shumë errësirë, o zoti i madh. Sa vështirë është japësh makinës natën, nuk e di, e kam këtë vështirësi ose i kam dhënë gjithmonë ditën. Nëse ne shkuam tek Müller, blem parfum secili, blem ja u tregova, në fakt në fund fare mora atë të Diorit, atë J'adore, nice. Edhe morën fëmijët lodra, morën disa lodra për Dilinin dhe mikit paraprakisht, edhe kështu gjëra pastaj Bevelina, Pampersa, letrat lagura, e më the, e të thash. Lodra për fëmijët. Ishte një nga dhuratët e mikit për Dilini që hapën para kohë
Miki ka kështu nga Uktive edhe Kalvin, por unë e doren t'i blejnë diçka personale të trupit të tij, kështu që i blem këtë se e pëlqeu vetë atje. Shiko, më tri, shiko, e montova unë tani dhe po e përdor shiko. Morëm këto letrat e lagura, morëm këtë letrat e lagura për fëmijët, e mori Kalvin për veten e vet që e merr në shkollë, dhe parfumi ky nga Dior J'adore. Kështu. Doja të merja, mora në fillim atë Narciso Rodriguez for her, por pastaj e lash mora këtë. Bye, Miki! Chocolati. Ti vesti çokolati, çorape? Çokolati, bye! Chocolati. Po, çokolati, po më tregon mua çorape. Ka çurrel si vogël sa bëri dush ka çurrel. Chocolati. Miki, të dua! Dudua. Të dua o jeta ime. Jep. Ja, qa i bën Octavia Ivit, nuk i tho do t'jo babi princeshës, edhe shi qa i ka bler. Kështu fustan tjetër për në balet, me këtë pjesën poshtë. Sa i lezet që... Ajo kështu ja bën Ivit, papi do më blesh një fustan ti mua të ri. Po edhe ti, sa më se aprish Ivi për të që. Edhe pupa të reja, po këtë do t'i kthejmë se i kështë e bler brisi një palë të tjera. O zot, janë këpucët e dyta që Octavia humbet, nuk e di se ku i ka futur, as nuk po e gjej as shishën e vet, atë që i bleva herën e fundit, nuk e di se ku i ka, ndoshta e kemi harruar atje, po nuk e besoj shumë, por që janë këto. Këto janë material shumë i mirë, gjithsesi do i kthejmë këto, sepse na i ka bler brisit të tjera, kështu që nuk do t'i mbajmë këto. Na i kishte bler dhurat. Edhe tani, ky është vestani i ri, mezi po prestohet nesër ta shoh se tani po flej ajo lepurushja, po këto sa erdhën, se Amazona i sjell gjithmonë nga ora 8 e darkës, 7:48, kështu që, ta. Dhe kështu erdhëm në fund të një video tjetër, po e bëj këtë mbylljen këtu sepse ndoshta do të harroj ta bëj në një moment të dytë. Unë ju falenderoj nga zemra nëse keni ndjekur këtë video dhe uroj t'ju ketë pëlqyer. Nëse dëshironi të komentoni diçka, mund të komentoni çfarë të doni ju. Mos harroni të bëni një like, një subscribe, do të më ndihmonte patjetër shumë. Ne do të shihemi në video të tjera shumë të bukura. Deri atëherë mirupafshim dhe kujdesuni për veten. Bye.